Rikthehemi të dashur miq në Shizon Top Club, jemi në 100 FM siç na lat dhe në kanalin 10. Ne kemi marrë Denin këtu për të qenë prezente dhe për të shpalosur dhe ajo anën e vet të historisë dhe emocioneve që kanë ndier gjatë debatit me Nikon. Është thënë edhe se ose hulumtuar se nëse Flavia dhe Ingridi do ishin pjesë e finales, ndoshta do kishte qenë një zvendësim midis prezencës së Denit. Përshëndetje Deni. Përshëndetje sërish. Përshëndetje. Tani nis nga Ingridi njerëz, se edhe mua Ingridi më pëlqen shumë edhe kur ju dha çmimin te finalja, realisht më është bërë shumë qefi sepse Ingridi me vërtet meriton që ta vazhdoj dhe ta zhvilloj karrierën e saj si modele, jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë. Kështu është mos e merituar dhe unë me vërtet u mërzita shumë kur u largua Ingridi sepse e meritonte finalen. Pastaj, sa për Flavia, domethënë Ingridi ja kam frikën, domethënë që mund të ishte, do ishte te top 5 nëse do vinte finale, ndërsa Flavia nuk e di, nuk. Po mirë, nëse do ngelemi tek personi i shumë dashur, po se cilin ti do kishe zgjedhur dhe duke menduar që ajo është Deni. Ishin momentet e tilla që secila iku për arsyet e veta dhe nuk e di se për Ingridin dhe unë e mendoj që mund të kishe vazhduar, po nuk e di se si do vazhdonte rrjedhshmëria e lojës secilës tyre prej vajzave. Tani çfarë do kishe ti për t'i thënë? Për Ingridin që kishim deri afër çarek finales. Pra për zvendësimin e finalistës nëse është gjithmonë e marrë një situatë. Niko vendosi të zëvendësonte ty me Ingridin. Me njërën nga dy vajza. Me njërën nga të dyja vajza. Me njërën nga të dyja, apo me Ingridin? Që përmendëm më shumë Ingridin. Mos u ngelur akoma tek debati i cili ka ndodhur në studio, por tek opinioni i tij, duke qenë që gjithmonë e ke pasur një diçka për të thënë. A ke gjë për të thënë se po thotë që s'e ke merituar finalen? Tani nuk ndjem pak zënën vlerësuar tek pjesa me Flavin, me Ingridin do isha dakord, okay, se më pëlqen. Jo se më pëlqen mua, nuk ka thënë emër, jo, nuk ka thënë. Nuk ka të zëvendësoj me dikë. Nëse do zëvendësoj. Ngelemi gjithmonë tek nëse. Dhe tregove versye. Me Ingridin do isha dakord, ndërsa nëse do ishte në lidhje me Flavien do ndjesha e nënvlerësuar se nuk e shoh veten në të njëjtin nivel me Flavien. Nëse Flavia nuk është. Mendon që po të ishte Ingridi nuk e meritoje të ishte në top 5? Jo, e meritoja normal. Që edhe mendoj që edhe po të ishte Ingridi pra do isha në top 5. Moj po Nikon sapo të hoqi Më fal. Nga 10 vajza zgjodhi të hiqte ty. Nuk zgjodhi asnjë tjetër. Se kam unë një përgjigje për kolegen. Ngelemi tek ajo. Si ndihesh me këtë? Jo, tash ndihem shumë keq me vërtet, mund ta di pse. Shumë bëri dhe në finale për zotin. Kërkonte mikrofonin të përballej me mua. Këto 5 që okay, po nga të 10-ta? Po. Nëse ti mendon që ti dhe Ingrid do ishe në top 5, cilën do kishe ish nga top 5 aktuale? Si boko. Se vetëm mund të dalë keq. Okej, do ta them, po mos t'ingili hatri asnjëherë, se unë kam disa ka përfunduar gjëja. Ose Nemcia ose Giselden. Në vend që të hynte Ingridi. Pa. Okej. Nëse do ishte vetëm një person? Vetëm një. Tash I thash shumë dy. Që na dha vetë dy. Tani nuk e di nëse e thot që të më mbaj kështu si mos mërzitem, se besoj bin kontradikt me veten, se mua më ke thënë që në fillim e fare që unë e meritoj të jem top 5. Po e meriton, ama nëse do ishte Ingridi. Po them, nëse do ishte në vend të Ingridi. Edhe unë edhe Ingridi. Unë tash të dikësh ti, unë tash ti Onenci. Atash. Po të shënë si ka ti thua që ti ke unë vi Ingridi, kështu që Bine kontradikt me veten tënde, kupton? O ti Onenci, tash se kush do ishte, se kush do ta meritonte? Po pra, po dhe nëse do ishte Flavia me Ingridin, unë kam thënë gjithmonë që ty të shikoj në top 5, edhe ti ke thënë njëjtën gjë për mua. Po Ingridin jam për Ingridin, po Flavia se shoh të top 5, se kam parë. Dhe ma bëri ti nder, është mendimi i saj. Ka qenë mendimi I Denit ky, ka qenë dhe mendimi im kështu, kuptoj dhe kemi qenë të dyja në të njëjtin mendim.
Tani vje ajo përfundimi i finales të gjë tjetër. Tani Jo, ose rri s'ka asaj gjë deri në tjetër. punë mos si. Jo, nuk thash gjë tjetër. Në qoftë se do ishte të fusja Ingridin dhe cila do ishin ato vajza që do Pyetja të cilën e ose Nancy ose ripyetëm. Giselda tha, shumë për Ingridin. Një pyetje për Ingridi Negisa. nuk është, ti hyren top 5 që e meriton. Ama po t'ishte Ingridi, Nuk do e po ti jo meritoja. Nancy. Bukur flet. O Negisa, Për zotin mund ta merrte edhe këtë çmimin e është shumë e shkath, ka ti parë shumë. Aha. O Negisa, a ndihesh Për këtë keq që po flitet kaq shumë për Ingridin? Jo, s'pak. Nuk ndihesh keq? Domethënë edhe pse nuk e fitoi, nuk ka fituar gjë, po flitet më shumë për Ingridin se sa po flitet për ty. Jo, nuk e kam problem fare, unë edhe vetë tash nëse s'do isha unë fituese, mendoj që do ishte Ingridi. Kështu që nuk ndihem keq. Mendon se po përmendet Ingridi për të ulur gjën tënde? Jo, as pak. Unë mendoj që Ingridi Fitoren përmendet tënde? se e meriton Jo, të përmendet, kështu që s'ka lidhje fare me. Pa i përzirë eksperiencat. Cili është një nga momentet që kamerat nuk e kanë kapur, por ju do dëshironit ta shprehrit këtu tani me ne. I mirë, i keq, ai që ju ka ngelur ju në mendje. Për finale. Na është konsumuar Në tërësi të eksperiencës gjitha. suaj në She's on Top. Një gjë që ka ndodhur që nuk është Falenderim shumë. nxjerr në kamera, nuk është kapur, çfarë do doje ti të ishte kapur. Nga ana ime nuk është kapur momentet shumë të mira që kam pasur me shumicën e gocave, por është kapur vetëm kjo pjesa që kam dalë arrogante, negative. Unë në backstage kam bërë shumë shek me të gjitha nga A gocat. nuk ka Pra qenë do vetë? mbartësh shoqëritë që ti ke krijuar në She's on Top. Duke filluar nga Ingridi e para që kam pasur, në të gjitha gocat. Prap Kështu që- Ingridin ju? Po tani me që atë ka nisur gjithmonë diskutimet e shoqërisë me atë. Ama Ingridi se ka pranuar asnjëherë që të ka shoqë. Ama unë e kam thënë gjithmonë që Ingridi ka mendimin e saj dhe unë timin. Po, ti s'më ke, po unë të kam. Se na tha Ingridi që dhe s'keni fol më. Unë flas Kjo nuk që ka flas. re. Sa të urrej! Drama zemër. A, qëndron? Jo, unë dua të them, më fal, a nuk e vendose vetë ti të mbash këtë rolin e shoqes së mirë. Jo, në thonjza negative dhe të shpallësh vetëm anën tënde pozitive backstage? Po pra, ky është gabimi që un kam bër. Edhe më vjen keq për këtë. Kjo është gjë vetëm që më vjen keq që nuk është shfaqur në kamera dhe e kam lënë veten time të shfaqem kjo negativja, arrogantja dhe Që nuk e kam shfaqur atë anën pozitive që ti Niko e din që unë e kam. Që në të vërtetë dhe kjo është një nga vajzat Pra, që ndihmon vajzat e pozitivitetin tjera. e vet. Kur sa mbyllen kamerat fillon e E ndryshon. Pse e ke zgjedhur këtë rol o Giselda? Se nuk e E kam- kuptoj se njerëzit mundohen të japin më të mirën e vetes, të dalin ajo më e mira e vetes vetë. Ndërsa ti ke vendosur që të dalësh më e keqja e vetes tënde. Nuk kam vendosur, thjesht un kam këtë manin që mua s'ma lë barku, po e pata një gjë do e them, edhe tani në një anë, në një tjetër ka dalë gjë negative. Unë me atë timen gjithmonë kam qenë shumë e sinqert, shumë e drejtë, shumë e mirë, po Edhe unë tani unë mendoj që Një vetëm analize grupi që jon i këtu bën më bazë. ka edhe She's on Top më dimu për negative se njerëzit Jo. jashtë më shkruajnë thonë gjithë që je më e Jo, mira. në fakt kështu që- asun nuk mendoj që është negative, mendoj me që ka Flavia qenë s'ka qenë e negative? drejt për drejt. Jo, Flavia u kap vetë para me sa Dhe mbaj me mendun. midis diskutimeve Te që na kanë ndodhur, do të shkëputemi përsëri në publicitet dashur miq, deri kthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10.